Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplosit. Të ndershëm besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar teleshikues të televizionit të UTA. Ju njoftoj se e mërkurë mramja është fillimi i muajit mallnueshëm të Ramazanit me teravin e parë, ndërsa e njëjta është dita e parë e agjerimit. Andaj kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të kryesisë së Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit, t'ju uroj fillimin e këtij muaji të bekuar e të vyeshëm për gjithë ne besimtarët. Të ndershëm besimtar, muaji i mallnueshëm i Ramazanit është muaji në të cilin fillimi i tij është rahmet, mëshirë, mesi i tij është magfiret, falje, dhe pjesa e fundit është shpëtim për gjithë ne. Ndershëm besimtar, muaji i mallnueshëm i Ramazanit ka një ser mirësish, të cilat po të çohemi t'i numërojmë ato nuk do të dinim t'i numërojmë. E më e madhja për tyne është se muaji i mallnueshëm i Ramazanit është muaji i agjerimit, muaji i zbritjes së Kur'anit, muaji i adhurimeve, muaji i namazeve, muaji i sadekave, muaji i bashkimit, muaji i solidaritetit, muaji i përkushtimit në Allahun xhaleshanuhu. Në vetvete, qoftë agjerimi, qoftë muaji i mallnueshëm i Ramazanit, përmban atë që ne i themi nga ana shpirtërore, ngritjen tonë, pra përkushtimin në Allahun xhaleshanuhu. E dyta, që përfshin është solidariteti që kemi me njëri tjetrin, dhe e treta është ai benefiti që do të thoja për gjithë ne si shoqëni, duke shkuar tek njëri tjetri, duke u ofruar me njëri tjetrin gjatë këtij muaji dhe duke dhënë për njëri tjetrin. Të ndershëm besimtar, duhet mundohemi që këto ditë, të cilat i kemi në vijim këtë muaj, është i atill që fillon dhe përfundon shumë shpejt. Andaj të përpiqemi që gjatë kësaj kohe të jemi të përkushtuar me ibadetet tona, me adhurimet tona, me të mirat e mirësitë që ne i bëjmë. Të mundohemi që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të mundohemi që të ulim zërin ndaj njëri tjetrit, të mundohemi që këto ditë të pajtojmë njëri tjetrin, dhe të afrojmë njëri tjetrin, dhe në ditën më të bukur, në ditën e Bajramit, ne të kemi arritur kënaqësinë e të Madhit Zot, por edhe dashnin ndaj tij dhe dashnin ndaj gjithë neve si besimtarë ndaj njëri tjetrit. Të përcjellim kudo në botë paqen, dashurinë, mirësinë, e të mirat e begatit që i ka ky muaj. Andaj edhe një herë ju uroj fillimin e muajit mallnueshëm të Ramazanit, duke u lutur Allahut xhaleshanuhu që t'ju lehtësoj atë dhe t'ju jap shpërblimet më të mira që ai di t'i përçoj ata tek besimtarët. Me gëzime, fillimin e muajit mallnueshëm të Ramazanit.